ndalojmë tek një tjetër detaj, cili bëri përshtypje, edhe që në fakt në një farë mënyrë shkonte në harmoni me imazhin e Papa Franceskut të krijuar dhe me gjithë atë që ai ka ndarë me njerëzit, me modelin që ai ka sjell, me mënyrën e tij të jetuarit edhe të drejtuarit të papatit të tij. Këpucët me cilët ai vendosi të shkonte. Pra ndryshe nga këpucët të zgjedhura që do të ishin veshur pjesë e kostumit me cilin zakonisht do të varoset një pap, ai zgjodhi të shkonte me këpucët e tij, le të quajmë të vjetra, këpucët për të përdorur gjithkohës, me cilat ai kishte udhëtuar kudo ku ka bërë vizitat e tij dhe ka takuar njerëzit. Pra me këpucët me cilat kishte shkelur të gjitha rrugët për të vizituar njerëzit. Të cilët ai do. Mesazhet ishin shumë të forta, Rudina, edhe në veshjen dhe në përzgjedhjen e sepulturës dhe të ceremonisë, dhe në fakt Papa edhe me ikjen e tij i bashkoi liderët botëror, atë që nuk arriti do ta bënte në jetë. Do dalim aty pastaj, do t'i marrim me radhë momentet. Po, kjo e këpucëve ishte e bukur edhe dukeshin që ishin këpucë të zakonshme të përdorura dhe që ishin pikërisht këpucët e veta me cilat donte gjithashtu të vazhdonte udhëtimin e tij në botën matan. Është një tjetër moment, është Murgesha 82 vjeçare, e cila për një moment u tha që theu protokollin dhe ne kemi parë ja tek sa është fotoja e saj, Genevieve Janigros, një mikeshe vjetër e papës së ndjerë që është lejuar të qëndrojë në një zonë e cila tradicionalisht është rezervuar për udhëheqësit burra të kishës katolike. E këtu qëndrojmë prapë tek simbolika e Papa Franceskut, i cili e donte thjeshtësinë. Në fakt, në këtë ceremoni të jashtëzakonshme morën pjesë rreth 170 delegacione dhe kryershtetesh nga e gjithë bota. Sipas ministrit të brendshëm italian, stimohet se kanë qenë rreth 400.000 besimtar në Vatikan dhe deri në shoqërimin e tij në Bazilikën e Santa Maria Maggiore, që e shoqëruan rrugtimin e fundit të Papës. Ai donte të kalonte pranë njerëzve, edhe në këtë rrugtim drejt sepulturës. Ndërsa ceremonia e varrimit brenda mjediseve të kishës ka qenë e thjeshtë dhe me rreth 50 njerëz të cilët ai kishte intim. Njerëz që i ka njohur gjatë jetës dhe që i ka pasur njerëz të tij të afër, sikurse është edhe kjo Murgesh e vjetër, e thyer në moshë. Kur tregonin historinë e miqve të Papa Franceskut, ishte pikërisht kjo, ai për këtë arsye nuk ishte dashur të zhvendosej në momentin kur u zgjodh pap, nuk donte të vendosej në vendin ku zakonisht jetojnë papët me ato hapësira ndoshta më të privilegjuara, më mondane, po pa diskutim aty edhe aksesi i njerëzve të tjerë do të ishte shumë i kufizuar dhe gati pamundur. Ai nuk pranoi asnjë nga këto, ai vazhdoi të qëndronte në atë banesën e tij të vogël ku kishte jetuar dhe më herët, pikërisht për të mos humbur miqtë e tij të vjetër, të cilët mund ta vizitonin dhe mund të kalonte kohë me ta. Pra thjeshtësia e shoqëroi gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës së tij, ka patur një jetë mjaft interesante Papa Francesku, që nga lindja që në moshën 20 vjeçare u përfshi, përfundoi studimet në teologji për filozofi. Në teologji ka qenë edhe bodyguard në rininë e tij, pra ishte një pap me shumë drithije pozitive, me një thjeshtësi të jashtëzakonshme. Drithije, zoti quhet drithije. Ai e ka jetuar jetën dhe e ka kuptuar se si është jeta e vërtet, pra ka pasur mundësi të takohet me njerëzit që përpara dhe të njoh problemet, hallet, jetojë, ata pa qenë më pas i zgjedhur i kishës edhe më pas për të bërë karrierën që bëri. Të ndërtojmë ura dhe jo mure. Kjo ishte pikërisht një ndër filozofitë e tij, e cila Papa e ka thënë shpesh, duke u referuar dhe politikave të Trump në lidhje me Meksikën dhe murin krijuar që ndan Amerikën dhe Meksikën, Shtetet Bashkuara, dhe u përmend edhe gjatë ceremonisë së tij nga Pietro Parolin, gjatë fjalës, pikërisht të ndërtojmë ura dhe jo mure. Një foto e cila sigurisht tashmë që në momentin që u shfaq, pa diskutim konsideruar si historike, sepse e tillë është jo vetëm për nga rëndësia e personazheve që u takuan, e ngjarjes që është një nga gjërat më të nxehta aktualisht në botë, por edhe nga mënyra se si, nga ana estetike, le të themi, konfigurimi i gjithë atij imazhi, takimit të dy emrave shumë të mëdhenj të politikës sot, siç është Trumpi dhe Zelenski, takimi i tyre në atë sallë të madhe bosh me ngjyrat e mermerit bardhëzi, me ngjyrat e buta të mermerit, dhe ndërkohë ku spikasnin karriket e tyre të kuqe, dy karrike të kuqe dhe ata të ulur kokë më kokë dhe ballë për ballë njëri tjetrit. Kemi dy momente.
kemi dy simbolika shumë të forte këtu. E para takimi i tyre kokë më kokë, i përullur njëri përballë tjetrit, ndodhe në sallën ku ndodhet La Pietà di Michelangelo e Michelangelos, që është Frashën Maria me Krishtin. Mëshira, pikërisht, një ndër statujat më të famshme të historisë së artit botror, dhe në këtë sallë ata të dy bisedojnë pa pranin e askujt tjetër, as të këshilltarëve apo të figurave të tjera politike. Dhe ky takim, as Macron. Para se dalim aty, po ta vësh re, në fillim janë vendosur 3 karrike të kuqe. Janë 3 karrike, po ta vini re në video. Dhe Macroni, Zelenski ka ftuar Macronin, edhe me çlexova unë, Zelenski ka ftuar Macronin që të uleshin të 3, ndërkohë ka qenë Trumpi, i cili ka kërkuar Macronit që të lutem kam nevojë që të takohemi vetëm për vetëm kokë më kokë me Zelenskin. Dhe për këtë arsye kanë vajtur më pas të dy dhe kanë kaluar një 15 minuta të tëra duke diskutuar me njëri tjetrin. Dhe Zelenski deklaroi që mund të jetë një takim, mund të konsiderohet më vonë ndoshta edhe një takim historik. Zelenski, veshja e Zelenskit është e para herë që pas nisjes së luftës në 24 shkurt të luftës në Ukrainë, Zelenski paraqitet jo me veshjen e tij tipike ushtarake, militare pra, për solidarizim, por ka respektuar ngjyrën dhe ka veshur një xhaketë duke qëndruar gjithmonë simbolike. Siç u komentua, po që me kostum blu të errët, ka qenë dhe princi William i Britanisë së Madhe, i cili ishte gjithashtu me një kostum blu të errët, nuk e kanë respektuar protokollin, megjithatë Trumpi qëndron në atë që do të veçohet, por nuk prit. Edhe Leticia mbretëresha. Ky takimi edhe shumë i bukur. Çfarë thuhet për këtë takim? Është që do të prodhoj situata pozitive, në fakt sot kemi një armë pushim të deklaruar nga Putin, i cili kërkoi që të njëjtën gjë të bëjë edhe Zelenski, pra edhe Ukraina për disa ditë, megjithatë Trump ka dhënë një ultimatum që unë do të tërhiqem nëse nuk arrihet kjo marrëveshje, pra ultimatum kundrejt Vladimir Putin, presidentit të Rusisë. Megjithatë duhet të shohim se çfarë do të ndodhë Rudina, sepse situatat janë delikate, por kjo është një takim, ky ishte një takim mjaft i rëndësishëm. Nga stafi Trumpit është deklaruar që ka qenë një takim shumë frydënës, edhe Zelenski vetë deklaroi që mund të hyjë në histori ai takim. Dhe më pas diku lexova, tani ndoshta nuk e di sa saktë është, po Trumpi diçka kishte thënë për Putinin pas takimit me Zelenskin që Putini ndryshe më flet mua, ndryshe më thot mua dhe ndryshe bën, sepse vinte direkt mbas bombardimit që ai bëri dhe që ishte në shkelje të marrëveshjes së armë pushimit që ishte bërë pak më herët, ku u vran gati 17 persona, nëse s'gaboj. Por, duhet kemi parasysh edhe mbas takimit të tensionuar Trump-Zelenski në shtëpinë e Bardhë, në zyrën ovale. Ishte një takim mjaft i tensionuar dhe ky është mjaft paqësor. Për këtë them që ishte mjaft i rëndësishëm. Kemi dhe një tjetër moment, shtrëngimi i duarve mes Macron edhe Trump, edhe ata kanë pasur problematika gjatë kohëve të fundit, si për luftën në Ukrainë-Rusi, ashtu edhe për ndërhyrjet në luftën mes Hamasit dhe Izraelit. Pra politikat ndërkombëtare kanë qenë gjithmonë të ndërlikuara që në 20 janar që Trump erdhi në krye të shtëpisë së Bardhë. Më pas kemi një takim me Ursula von der Leyen, pra presidenten e Komisionit Evropian midis Trump dhe Ursula von der Leyen, një shtrëngim duarsh i cili është i dyti, që pas atij të vitit 2020 që janë takuar për herë të parë dy lider, pra kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën e Bashkuar, dhe një fotografi tjetër që e pam pak më parë, pikërisht para takimit kokë më kokë mes Trumpit dhe Zelenskit, është ajo që është edhe kryeministri britanik dhe presidenti francez. Gjithsesi, po të rikthehemi takimit Zelenski-Trump-Zelenski nuk mund të ndodhte më bukur se sa aq, pikërisht edhe aq më tepër në atë ditë, duket sikur në atë mburojën edhe mbrojtjen e frymës së shenjtë të paqes, të frymës së paqes që Papa Francesku ka lënë dhe që ai gjatë gjithë kohës sa herë që është folur për luftë, gjithmonë mesazhi i tij ka qenë për paqen.